A mund të thuash domthonjë se reforma të qëndrueshme vijnë vetëm nga besimi apo mund të thuash të në përgjithësi parimisht vijnë nga besimi? Shikoni, ne këtu themi se besimi është burrim reforme, besimi çon në reformë, por nuk themi se çdo reformë bëhet nga besimi, përbëhet nga besimi apo mbaret nga besimi, kuptoni? Kjo ajo që duhet ta dallojmë këtu është pra. Ne themi se ai i cili beson besimi atë transformon, por normalisht ka edhe kushte tjera për reforma, ka edhe kondita tjera, ka edhe rrethana tjera, ka edhe shumë gjëra tjera që duhet të plotësohen që të vijë deri te rezultati i dëshiruar. Për atë kjo nuk bën të ngatrohen gjërat. Se dikush do të po filani për shembull edhe nuk beson, edhe ka arritur shumë. Po Allahu xhaleshanu kështu thon Kur'an. Kullen numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Gjithëve ne thot ju japim. Nga të mirat e Zotit ton gjithëve ju japim. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Të mirat e Zotit ton thot nuk ato pra atë që Allahu xhaleshanu ka krijuar në botë nuk është thot për dikë në veçanti apo nuk janë disa të privuar nga ajo. Çka do të thot kjo? Këtu shumë dietar thon ky ajet kuranor është ajeti madhështor që flet për këmbimin e ideve të mendimeve dhe për zhvillimin e popujve të cilët punojnë. Kush punon Allahu i jep atij. Ti nëse thua se unë besoj valla, edhe ri shtrim, mos puno, nuk jep. Shiko, çka kanë arritur shkencetarët për shembull, ka dhe shumë jo musliman që kanë arritur në fushat të ndryshme. Se kanë punuar. Po ma kana ata'u rabbika mahdhura, Allahu nuk e privon atë që punon nga puna e vet që bën. Pra, ai mund mos besojë kështu në atë kuptimin që ta besojë drejt Allahut, por nëse punon, se ka dhe kushte tjera, Allahu jep atij. Se Allahu xhaleshanuhu është i drejt, punëtorit nuk ja humb djersën. Ndërkaq, besimin e themi se e ka këtë rol, por duhet kuptohet drejt nga njeriu. Edhe dietar shumë, kjo i atribuohet i bën Temijës, po në fakt edhe dietar tjerë kanë thënë po ashtu thotë se kështu. Allahu thotë, do t'i jap jetë, pra do t'a mbaj në jetë dhe do të vazhdoj të qeveris një shtet, një qeveri e cila është e drejt, edhe nëse udhëhecit e saj nuk janë musliman. Dhe do të bjerë një shtet, një qeveri që është e pa drejt edhe nëse janë ata musliman. Shikoni pra, pse saj mund tjetë me përkatësi, por nuk i ka plotësuar kushtet tjera. Kjo është një që themi ne që e bëm edhe krahasimin e besimit me motorin. Por realisht a keni pa ju se ndonjë vetur shkon vetëm me motor. Keni parë dikun, nuk ka ata tillë. Duhet t'i ketë edhe rrotat, po duhet t'i ketë edhe gjëra tjera. Kur është ftohet bile edhe xhamat duhet t'i ketë, do të thotë çdo gjë tjetër, edhe ngrohtësi se kur është shumë ftohet ti le ta ketë ajo motorin, po ti s'mund dalish më atë jashtë. E kështu me radhë. Pra, besimi është ajo forcë, por duhet kuptohet drejt dhe duhet po ashtu të plotësohen edhe kushtet e tjera.